Shikoni pak çfarë po ndodh. Ka një vit rresht që çmimi i diazelit në bursë po bie. Një vit rresht. Shikoni këtu. Ka vajtur me $600 toni dhe ka po kaq kohë që çmimi i naftës, çmimi i diazelit në Shqipëri nuk ndryshon. 175 lek, 173 lek për litër dhe aq ka mbetur. Sikur ishte $800 për tonë, edhe sot që është $600 për tonë, prap 175 lek. Pse ndodh kjo? Për shkak të marrëveshjeve kartel. Ne kemi çmimin e lartë të naftës sepse kemi shumë taksa të nafta, ama çmimi nuk bie kur bie çmimi në bursë, sepse kompanitë kanë lidhur marrëveshje me njëra tjetrën që çfarë do lloj gjëje që të ndodhi në krahun rënës të çmimit të mos reflektohet te çmimi i shitjes me pakic, pra që mos ta marrim ne atë rënje të çmimit, por ta fusim për vete në xhep. Kjo quhet marrëveshje kartel. Me qëllim që ata të fitojnë më shumë kur bie çmimi, ndërkohë që kjo është ndaluar me ligj. Tani ne në rast se do të vim një herë në pushtet, dy zgjidhje do të japim situatave të tilla. E para do të prezantojmë kompaninë shtetërore e cila do të operojë e pavarur dhe do të operojë me marzhe të lehta fitimi dhe le ta mbajnë çmimin e lartë. Kompania shtetërore do të reflektojë çmimin e bursës në moment. Dhe kjo do të jetë kompani shtetërore e cila do të dalë përballë karteleve. Le ta mbajnë çmimin e lartë. E para. Dhe e dyta, nuk do lëm pa ndëshkuar të gjithë ata që tentojnë të lidhin marrëveshje kartel, jo vetëm te nafta, por në të gjitha sferat e tjera ku mund të lidhen marrëveshje kartel. Nuk do t'i lëm pa ndëshkuar. E para, ndëshkimi i parë do të jetë administrativ, do t'u hiqet licenca, jo me gjoba siç është sot, se nga gjobat spyesin këta, por do t'u hiqet licenca, dhe e dyta, do të ndiqen penalisht, do ndëshkohen penalisht administratorët e kompanive që marrin pjesë në marrëveshje të tilla kartel, sepse i kanë marrë shpirtin këtij populli. Nga një anë ja merr shpirtin qeveria që e mbyt naftën me taksa, e nga krau tjetër dhe marrëveshjet e këtyre që nuk duan dhe nuk e reflektojnë rënien e çmimit që ndodh nëpër bursa për ta përfituar qytetar, por e mbajnë aty për ta përfituar vetë ata. Kjo gjëja do marrë fund. Nëse ne vim në pushtet, kompani shtetërore që ta shesi naftën lirë, me aq sa është në bursë, me marzhe të lehta fitimi, e para dhe e dyta, të gjitha që lidhin marrëveshje kartel, do të hiqet licenca dhe do shkojnë para drejtësisë. Luftë monopoleve, luftë karteleve.